Aliametit. Është verdh dhe jeshil. Unë mendoj se ju me votat tuaja do t'ja nxirri fytyrën me jetën. Ne vim para jush me simbolikën e fitores lirisë, demokracisë dhe shqiptarëve dhe Shqipërisë. Aliameti është numër 3. Vjen para jush me simbolin e Serbisë. Ju motra dhe vëllezër, duhet t'u thoni të gjithë kumanovarëve se kemi obligim shtetin të pazuar të dëshmorit kumanovës të dënoni Aliametin. Dënoni një botë fuqishme e cila do ta çojë në podrumet të historisë shqiptare. Ai kriminal që ka nxjerrë një kriminal tjetër, i cili i çoi tjenton kurth, e ju Halimi, i vrau dhe sot donti me votat tuaja kanë një bindje të plotë, një siguri pa luhatshme se ju me votën tuaj jeni duke ofruar orën e shlirimit për shqiptarët. Edhe 50 orë kanë mbet. 50 orë të vuajtjeve të shqiptarëve. Unë vi këtu t'ju premtoj se pas këtyre 50 orëve vjen koha e lirisë, koha e shlirimit, koha e investimeve dhe koha e jetës mirë kumanovës. Pozita e Zarës kryeministrit që e marr për kujdesja ime kryesore do t'jetë për Kumanovën. Ne do ta bashkojmë Nikolën me Kumanovën. Dhe ne bashkërisht do të zbulojmë edhe një gënjeshtër, mashtrim të Aliametit. Kumanov, shqiptarët janë shumicë. Do të bashkohet Nikola, shqiptarët Kumanov janë mbi 50% dhe Kumanov është qytet shqiptar. Ne, të nderuar vëllezër, këto 3 javë kemi luftuar fort. Partia Demokratike Shqiptare u ngrit nga zeroja. Ju ishin që e ngritën. Ne, vëllezër të nderuar, duhet të apelojmë gjithë shqiptarëve. Vetëm ne kemi forcën, guximin që këta hajdut t'i çojnë para drejtësisë. Këta të cilët popullin e Kumanovës e lanë mbalt dhe mloq. Këta të cilët shkelën mbi qakun e dëshmorëve të Kumanovës duhet fort të ndëshkohen. Ndëshkimi i vërtetë i këtyre ndodh kur të votohet Orhani. Orhani Ibrahimi, krushti i fort kundër hajdutëve. Krushti i fuqishëm i gjithë shqiptarëve dhe Kumanovës. Unë ju lus që ta votoni edhe Orhanin edhe Halilin. Ata janë njerëz ndershëm. Ata kur s'u ka shku ndërmend të shiten. Ofertat i kanë pas me 100.000 dhe miliona, po ata gjithmonë i kanë dhënë besnik, jo në ndëthasit, po ide shkontare. Jeni sigurt në përsinet kanë ecë, ka qenë rrugë e rëndë, e vujtjeve, e presioneve, e kërcënimeve, po sot ata dalin para jush, si dy krushtat fuqishëm, të ides shqiptarisë për të godit kriminal dhe hajdut. Ju do ta fuqizoni grushtin e të dyre, grushtin e PDSH-s. Jeni sigurt se fitoria është shumë afër. Urime fitore!